e kemi përqendruar tek shpalosja e programit tonë dhe alternativës tonë. Nga ana tjetër, ne nuk kemi marrë me asnjë fushat denigruese karshi asnjë lloj force tjetër politike, aq më tepër dhe forcave opozitare. Sepse në këtë moment është kruciale që ne të shikojmë karshia asaj që është imediatja për të bërë. Dhe imediatja është që kjo forcë e cila ka 3 mandate dhe kërkon një mandat të 4, nuk duhet në asnjë mënyrë që të vazhdojë për sa kohë ka një evidencë shumë negative të qeverisjes në këto vite që ka qeverisur. Atëherë çfarë do ndodh? Kushti ynë dhe deklaratat tona kanë qenë që ne nuk do të bëjmë koalicion me asnjë nga forcat e vjetra. Kjo për një arsye shumë të thjeshtë. Në qoftë se ne do të bashkojmë votat tona dhe do të bashkojmë deputetët tanë nesër me një nga forcat e vjetra, atëherë bëjmë paterice këtyre forcave dhe nuk i kemi sjell asnjë gjë të re shoqërisë shqiptare. Ndërkohë që nga ana jonë është pritshmëria, është vendosmëria që ne duhet të shkojmë me këto parime të paprekur. Se fare kollaj secili prej nesh është i realizuar në jetën profesionale dhe nëse do të ishte dëshira dhe qëllimi që ne të merrim një postë deputeti, mund ta kishim zgjidhur fare kollaj me forcat e vjetra. Por ne i kemi hyrë kësaj duke sakrifikuar nga jeta personale për të sjellë diçka vërtet të pastër dhe të re. Tani çfarë mund të ndodh? Në qoftë se ne do jemi ajo forcë e cila në një farë mënyre do të vendosi këmbën ke dera që ajo derë të mos mbyllet nga kjo forcë qeverisëse, ne do të shkojmë në zgjedhje, por me disa kushte. Dhe kushtet janë: 1, në radhë të parë duhet të kemi lista të hapura 100%, që më në fund të gjithë qytetarët, ashtu siç ne po e bëjmë në këto zgjedhje, por të gjitha forcat ta bëjnë, ta çojnë votën tek ai përfaqësues që ata dëshirojnë, jo ta çojnë tek thesi i partisë dhe nga ai thesi i partisë të dalin ata kandidat për deputet që kryetari ka përcaktuar dhe jo vetë qytetarët. Të ketë proporcional kombëtar në mënyrë që vota të marrë vlerën që ka në kushtetutë, që është e barabartë, si vota në Kukës, si vota në Tiranë, si vota në Gjirokastër. Pra të jetë një proporcional kombëtar me lista të hapura dhe pa diskutim të shkojmë tek një depolitizim i administratës zgjedhore, ashtu siç vendet e tjera europiane e kanë, me noter, avokat, mjek, pra njerëz profesionistë që kanë licencën e tyre profesionale dhe të cilët nëse janë në komisionet zgjedhore, nëse bëjnë një veprim të gabuar antiligjor, atyre i kushtëzohet me licencën e tyre. Dhe kështu shkojmë drejt një administrimi zgjedhor të pastër, të sinqert, ligjor. Dhe këtu atëherë ne mund të themi ka garë, këtu mund të themi pastaj ka vullnet të lirë dhe duke qenë se kjo qeveri do jetë një qeveri tranzitore, ne do të çlirojmë edhe administratën e ministrive dhe të gjithë administratën publike nga presioni që i bëhet atyre nga ministrat e caktuar politik, të cilët e mbajnë të tkurur dhe e mbajnë në presion këtë administratë. Duke shkuar me një vullnet të lirë të gjithë qytetarët, me rregulla loje të pastra dhe të barabarta për të gjithë, atëherë do jenë ata përfundimisht që do e vendosin se cila do të jetë forca qeverisëse në këtë vend. Ndërkohë, se takon, po themi, majorancës, si e ke parë Ramën në kërkim të një mandati të 4, ke vënë re shkeljet e kodit zgjedhor, çfarë bën përshtypje nga fushata e tyre, dhe kemi parë gjithashtu që të përmenden më shumë emra kafshësh se sa, po themi, premtime konkrete. Kuptoj. Unë thash që ne fushatën elektorale dhe ofertën karshi qytetarëve kemi përqendruar tek ajo çfarë mund të ofrojmë ne dhe çfarë mund të sjellim ne. Se çfarë kanë bërë këto forca, këto 34 vjet të gjithë qytetarët e kanë vuajtur në kurizën e tyre dhe është e tepër t'ju rikujtosh se çfarë ka ndodhur. Por ajo që të vjen keq është që nuk ka një shpalosje programi nga këto forca, nuk ka asnjë diskutim se si do të vej puna e pagave, si do të vej puna e pensioneve, si do të shkoj pjesa e sistemit arsimor, si do të shkoj pjesa e sistemit shëndetësor, pra plagë që kjo shoqëri ka ende dhe i mbartë prej shumë vitesh, por ofrohet një pasaportë e cila mund të mundsoj vetëm të ikësh. Ne atë mundësi e kemi edhe sot. Ne nuk duam të ikim, ne kemi vendosur të rrim në këtë vend. Atëherë që të rrim në këtë vend, na tregoni se çfarë do bëni ju për ne dhe për këtë vend që të jetë i jetueshëm dhe që njerëzit dhe rinia shqiptare të mos e shoh të ardhmen vetëm duke ikur jashtë, por ta shikoj këtu në vendin e vet. Ndërkohë, lidhur edhe me, po themi, elementët e fushatës zgjedhore, është vënë re gjithashtu edhe, po themi, vota e migrantëve se nga mund të marë si kahje në termat e mbështetjes për partive politike. Si e ke parë mbështetjen për forcën tuaj dhe çfarë mund të sjellë ky kampion i ri i patestuar më përpara? Ne kuptoj. Ne kemi bërë shumë takime në diasporë dhe
ajo që edhe me, të themi dashamirësi, i thësha kolegëve, ishte kjo. Ne nisemi nga Tirana, jemi njerëz profesionist në fushën tonë, por jo njerëz publik, jo njerëz me një famë si që kanë këta, dhe vemi dhe gjejmë mira shqiptarë që na presin, na duart trokasin, na ngrin hova, dhe kjo tregon frymën e tyre, kjo tregon dhe revoltën e tyre. Dhe bazuar në këtë pritje që na kanë bërë kudo që ne kemi shkuar në diasporë, pritshmëritë tona janë shumë të mëdha. Janë të mëdha për disa arsye. Arsyeja e parë është se ne, ndër edhe faktorë të tjerë që punuan për votën e diasporës, por ishim forca e parë politike e cila hodhi tezën dhe e çoi deri në fund mbrojtjen për votën e diasporës, duke ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore. Në momentin që ne tham duhet të miratohet vota e diasporës dhe e shkruajtëm projekt ligjin dhe ja çuam të 140 deputetëve dhe asnjë nuk reagoi, në deklaratat publike që bënin forcat politike të vjetra thoshin që nuk mund të realizohet kjo. I kemi dëgjuar nëpër media. Nuk realizohet, nuk ka regjistër etj me radhë. Ama ja imponuam, mblodhëm 21.000 firma, shkuam në gjykatë kushtetuese, doli dhe vendimi dhe ajo u miratua. Ndaj dhe ne mendojmë që e gjithë diaspora, duke marrë spunto edhe nga ky fakt, që ne nisëm një rrugë dhe nisëm një sfidë që të jepnin mundësinë atyre që ata të votonin dhe ta shprehin vullnetin e tyre, sigurisht që kjo të përkthehet edhe në mbështetje për ne. Bazuar pastaj edhe në takimet e shumta që ne kemi bërë në diasporë, bazuar edhe në regjistrimet e shumta që kanë ardhur nga diaspora tek partia jon, por edhe tek një fakt tjetër, që asnjë forcë politike nuk e ka. Deri në 40% të listave tona për kandidat për deputet i vinë nga diaspora. Pra janë ata shqiptarë të cilët për shkak të jetës këtu, për shkak të pamundësive këtu, për shkak të mungesës së garës, për shkak të mungesës së meritokracisë, janë drejtuar vendeve europiane dhe atje kanë shkëlqyer, kanë marrë eksperiencën më të mirë të këtyre vendeve dhe ne ata i kemi thithur dhe i kemi afruar që të jenë në listat tona për kandidat për deputet. Ndërkohë, se takon edhe një komenti që ka patur Rama për partitë e reja, thotë që premtimet e tyre janë shumë lukrative, nuk bëhen dot. Mendon se keni premtuar gjëra që s'mund të arrihen në termat e rritjes së pagave për një pjesë konsiderueshme të sektorit publik e kështu me radhë. Programi ynë është përgatitur nga mbi 100 ekspertë të fushave të ndryshme. Çdo ofertë jona dhe çdo premtim të themi elektoral është i bazuar në një analizë financiare se si do të realizohet. Por unë mjafton t'ju them juve vetëm një diçka. Ne kemi propozuar në ndryshime në kodin penal dhe të ketë një dispozit të veçantë për krimin e funksionarëve të lartë të shtetit, ku ne kemi propozuar që dënimi i tyre të jetë minimal 25 vite burg dhe konfiskimi të gjitha pasurive. Ne duhet ta pranojmë faktin që e keqja në këtë vend nuk është se nuk ka të ardhra. Nuk është se jemi një vend i cili nuk prodhon. Nuk është se jemi një vend i cili nuk ka resurse. I kemi resurse pafund. Lumenjtë dhe ujë në Shqipëri ka dhe derdhet në det, ndërkohë që ne ende vuajmë pas 34 viteve dhe nuk kemi ujë në çezmat tona 24 orë. Pra resurset janë të gjitha. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur korrupsioni. Ka ndodhur që të gjitha këto resurse të vendit janë shfrytzuar për të mira personale të atyre që kanë qenë në pushtet dhe i kanë marrë. Atëherë, duke bërë një luftë antikorrupsion e cila do jetë e panegociueshme dhe me këtë dispozit të re, çdo funksionar i cili do të marrë përsipër një detyrë, do ta di që ajo është përgjegjësi e madhe dhe nuk është një vend pune për të bërë lek dhe apo për të pasuruar në rrugë personale, atëherë të gjitha të ardhurat do të jenë më së të mjaftueshme për të realizuar të gjitha premtimet që ne kemi bërë. Në qartë. Ervis, faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe juve. Kënaqësi të diskutoni. Faleminderit. Mirëmiq, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.